Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për media ka publikuar pamje nga ambientet e gjyqit dhe burgjeve, duke ngritur akuza për trajtim të diferencuar të paraburgosurve. Berisha tha se ish-presidenti Ilir Meta po mbahet në kafaz të cilin ai cilësoi si formë trajtimi poshtërues dhe në kundërshtim me standardet europiane të drejtave të njerëzit. Jemi në burgun e Fushkrujës, shikoni si është aty. Bar. Jo në Fushkrujë është këtu, apo në Krujë. Aty ban, në atë zonë është, ja i Fushkrujës, mire kam. Jo, është në burg. Është dhomë burgu, s'është market. Është dhomë burgu, bravo. është burgu i banditit partisë. Kokain, dans, ushoni, kujtoni atë tjetrit në kafaz, të e në vrasës, mi këta rëndojnë me 10 vrasje, në të qeli. Po, shira, pijet dhe zhogje, kurse tjetrit në kafaz, ishtë kërëministri. Në fjalën e tij para deputetëve, po ashtu Berisha tha se përpjekjet për modernizimin e Partisë Demokratike nuk duhet të ndalen. Duhet vazhdojnë me të gjithë përpjekjet tona modernizimin e Partisë Demokratike. Këto do jetë drejtimet më themelore tona. 2 fjalë do të them para se ju të nisni punën. Partia Demokratike ka qenë dhe mbetet mirë absolute. Parti e hapur ndaj garës më e prore.